Mirë se erdhët përsëri, vazhdojmë punën në kuzhinën tonë, kemi përgatitur pastiqen, gati për ta pjekur në furrë, tani do të kalojmë tek receta e dytë. Kemi perime, asnjëherë nuk mungojnë në tryezën tonë, perimet shumëngjyrëse të shtinës, me speca, me patlıcan, kungulleshka, karot, domate, patate. Do bëjmë ndonjë gjellë? Patjetër një turli. Një turli. Një turli të shpejt. Të shpejt, me këto perimet që ju përmenda, pa mish. Ne të shpejt. Aq kohë sa do marrë, të shpejt. I them të shpejt. O nuk është se ke peta. Gatimet që duan kohë, është byreku, janë musakat këto. Po edhe shpejt nuk është. Po, kur themi të shpejt, e kisha fjalën që shumë s'kemi mishin që duhet të zjehet, na marri kohë. Janë vetë perimet që do na flasin sot. E kam limituar sot. Thjesht kam supën që do ta bëj me mish të grirë. Po. Pra këto perimet të cilat edhe shkojnë shumë mirë me njëra tjetrën në shije, na japin një shije të mirë. Kam 2 karrota. Kombinohen mirë me njëra tjetrën. Që i pres në disje. Bashkë me qepën. Tek qepa kam shtuar pak ujë edhe vaj. Shtoj karrotën, që është më e fortë si perime dhe madje më e fortë se patatja. Ideal që në mas karota tjetë me madhe dhe pse themi 2 e 2 janë perimet. Kam vendosur 2 speca, mund vendosni 2 të kuq, 2 jeshil, po unë kam vendosur thjesht 1 e 1 që nëse nuk vendosja 2 e 2, do më dilti gjellë me speca dhe jo turli. Po. Sepse duhet të jenë të barabata patjetër. Edhe emrin e recetës. Po. Tu kam një patate të madhe që është baraz me 2 të vogla, gjë që është e duhur si mas. Nëse ne duam qepën dhe patate, normalisht i marrim dhe vendosim në frigorifer dhe është akoma edhe më kollajt për prerjen dhe në mos ngjitjen te thika. Normalisht thikës që shumë mirë mund ta lyeni me vaj dhe sërish nuk ngjitet. Por e presë në mënyrë të tillë dhe asgjë nuk e gjen. Shtoj edhe pataten. Ja, ku i kam këtu. Pra kam një qep. Karota dhe patate deri tani. 2 patate, 2 kunguj, patlıcan dhe speca. Te kerzat më duhet rigoni, kripa, piperi. Kripën e kam vënë 2 herë. Patjetër e kam vënë 2 herë. Kam piper, kam edhe hudhrat. 2 thelpi hudhra, jo për të mos më na marrë sysh. Jo, për gatimin. Për tensionin, jo, ja kemi hedhur edhe tensionet e të gjithave. Ka veprimin e vet për aromën, shijen, fuqinë. Di për shembull një bisedë me hudhrën. Se kështu është po nxjerr njëri besonat, diskuton atë të profesionit vet. Dikush thoshte hudhra është e mirë ditë për ditë. Kush do thoshte, ajo, më ka thënë doktori që me dura është një ditë po, një ditë jo. Edhe po një thelpi çdo ditë asgjë. Po thelbana si e përdor? Tash me thënë të drejtën e thash, unë e përdor vetëm kur shikoj veten që stop, duhet ta marr patjetër. Patjetër që me ilaçet po. Po për shembull, njerëzit që kanë hipotension, që kanë tension të ulët, për shembull, mbase hudhra nuk i ndihmon fort sepse i ndihmon për të ulur më shumë tensioni. Për ata që vuajnë nga tensioni i lartë kanë të detyrueshme për ditë, për ata që duan të kujdesen për shëndetin, një thelpi hudhër çdo ditë dhe aq më tepër ti hedhësh çik mjalt sipër edhe e ke krijuar bombën. Një moll në ditë, doktorët i thotë ti. Nuk është tani ka shkuar thelpi hudhër në ditë. Doktorët i thotë ti. Po shtanti. Po çajo në doktor, jo hajde më doktor se na duhesh i falërës se ne dalim doktorat gjithë. Po na duhesh, ja ta i thuash sot, ashtu si duhet. Po dhe qepa, moj edhe hudhra, të gjitha. Tani ka mënyra plot edhe për pjesën e aromës. Po ja, për shembull, thuat për bajame. Tani, ka njerëz që thonë aromë e keqe, po normal, po e konsumove me raki apo me alkool, normal që do të mbaj atë erën e tmerrshme, po më mirë konsumoje siç është. Bravo, po. Po i kombinove të dyja. Se shumica njerëzve mund mendojnë, po, hudhër, sa aromë të keqe që ka. Mua më pëlqen të konsumoj shumë. Se ka squfur, ndaj dhe ka atë aromë. Të ëmblën dhe me kripën.
kombinosh të dyja, shihet. Patjetër, më pëlqen jashmasë, sidomos salsat. Tha se the kështu, ku diun, mish me mjalt për shembull. O, gjë më e mirë, sidomos mish i trendet e çmendurat të çfarë janë shefave të kuzhinës. Pra mishkat e egër, ku muskut e kafshëve janë muskut e përparme janë gjithmonë më të fortë. Deri, kuajt, këto dërkucat e vegjël të egër, ato kanë gjëja më e mirë është të shoqërohen me mish mjalt. Një lyerje e mirë, është goxha mirë. Po i lëm këtë gjë se lindët Turlia sot, jemi larg nga verore, unë marrë thelpit e hudhrës këtu, edhe jashtoj që të treten bashkë të qepa. Pra të gjitha produkte që janë, qepa tretet, asgjë nuk mbetet, dhe kemi vetëm formën e duhur të patates edhe të karotës. Të pushoj unë pak, të pushoj pak edhe thuaj për bërësit. Se bollara. Pushoj pak. Le të karotisen të skuqen mirë se të zbuten njerëz, aty kam marrë shihen Trulia, tek skuqja dhe karotisia, se ndryshe do të ishte një supë me perime. Së bashku lexojmë produktet e Trulis me perime, një Truli verore, mund t'i shtoni dhe perime të tjera nëse doni, po këto janë baza që përbëjnë atë pjatën e shijshme me ngjyra. Kemi 2 patlıcan mesatar, 3 kungulleshka, 2 patate, 3 karota ose 2 karota, 1 kokër qep, 3-4 speca të kuq, jeshil ose të verdh, 3-4 domate të pjekura mirë, 3-4 thelpinj hudhër, vaj ulliri, 60 apo 80 ml vaj ulliri, gjithmonë llogaritet sipas numrit antarëve që kemi në shtëpi, nga një lugë gjelle për secilin. 1 lugë kafeje sheqer, 1 spec djegës ose pak rigon, krip piper i zi, dyshja që smungon asnjë gatim, dhe disa gjethe majdanozi ose disa gjethe borziloku për atë freskin, dozën e fundit të freskisë që do t'i japim gjellë, dhe këto gjethe do t'i vendosim padyshim pasi të kenë zier të gjitha perimet, në mënyrë që të mos oksidohen dhe të humbasin rolin, funksionin dhe aromën e tyre. Qa buret e tenxheja tjetër do t'i karottisësh po, të tenxheja tjetër, marr pak. Ja, i lë pak më njanë. Shtoj. Ka vendosur vaj. Që unë mos të ha kohë me gjërat e tjera. Shtoj pakës miell, sikurse edhe kripën. Bëj të spërkatjen e duhur me miell. Ja. Më duhet normalisht edhe pakës. Prandaj te momentin çfarë do lloj mielli juve dhe nuk është problem. Do t'i skuqim më vete pra, patlıxhanët, ndryshe nga bashkë me mielin. E largoj të lajt e duart. Enda i mielli mbetet aty, krijon atë salsën dhe e trash pak gjellën, mos në dali perimet më veç, lëngu i tyre më vete, kështu që ky veprim pra për t'i skuqur patlıxhanët me miell të pudrosur ka këtë funksion. Përveç se i skuq dhe i ruan formën e patlıxhanëve, krijon atë salsën e lidhjes së gjellës dhe na jep edhe shije gjithat mirat. Përse vendosa patlıxhanët dhe jo perimet e tjera? Sepse patlıxhanin e dim shumë mirë sikurse edhe kërkudha e përthithin vajin shumë. Duke shtuar pak miell, pra duke e fortifikuar komplet produktin, mielli mua më lë edhe më trash, edhe ngjyrën që ngelet e vaj, po edhe skuqet, i jep edhe atë shijen e veçantë. Jo domosdoshmërisht duhet shumë, po për një shije më të veçantë ne veprojmë. Marr dhe kungullin, e pres mesatarisht. Do t'a shtoj
Kujt duhen shumë pak, kështu që tek perimet e tjera janë mirë aty. E dim shumë mirë që ka një përqindje goxha të lartë në trupin e vet ujë. Ja, shtoj edhe. Duke mos ndalur që të shtoj kripën edhe piperin. Këtu ku jam, do t'i shtoj salcë domatesh. Hop, i mbaroj. I heq të gjitha me këto që unë kam mbaruar. Do t'i lë këtu. I largoj lavaman. Një përzierje të duhur. Pra, një kapak gjysëm të tillë dhe filloj edhe. Mirë se u rikthyet në kuzhinën tonë, po vazhdojmë të përgatisim turlin me perime që e lam për gjysëm, po ju prisnim që të shiknit rezultatin. Kemi ka urdisur, skuqur perimet me radhë, sipas kohës që i duhet secilës për të marrë atë procesin termik. Për ta bërë më të shishme, punoni në 2 tigan. Shtoj edhe pak sheqer për të ulur aciditetin e domates. E mirat mirave është gjithmonë që lugën e gatimit vendoseni brenda në ujë, jo të thahet. Të mas që unë kam tani këtu, shikoni ja. Hop, e shtoj. Do ta lë këtë të nxjerrë për të bërë supën me kos e me mish të grirë. Po, që e kemi recetën e tretë për supën. Shiko. Do të shtoj frigon, ose në të kundërt ju shton ose spes djegës, gjithmonë, ul nxehtësin, heq të këtë nxehtësin tjetër këtu, pakës qumë shumë të proj nga beshameli, unë e shtoj. Në gatime, kemi thënë që këto gatimet në fund fare, për shembull, sidomos se tavat, po të duam ne vendosim edhe në tavë, po të duam ne. Niki, është bërë ajo... Mendoj po, se kam mbaruar dhe minutazhi që i vëmë në dispozicion. Marë. Heqim pasticën, vendosim turlin, sa ta i koset pak. Bim aromatike. Pas pasticës kaluam tek turlia me perime, me ngjyra, me vitamina, një përzierje me të shije. mirë, shiko. Pra i kosja e duhur, patlıxhanet që janë skuqur bashkë me mielin, që fillojnë të trashin lëngun, shumë shija i kos, erzat duhet patjetër në vend të spesit djegës e vendosim rigon, ose në të kundërt, dhe bim aromatike, dhe po të doni ju, mund të merrni edhe bukë, unë them shumë pak bukë, ose hiç fare, me mira, shiko, në momentin që i fillon dhe bukë që kërkër, ajo është ajo zjerja e duhur, sepse është gjysëm gati, po të duam ne, e marim, po si... I vendosim dhe i vendosim një letër alumini dhe jemi aty ku duhet. Ja. Urdhëroni ki. Shumë pak do të marri kohë edhe në... A ju kam thënë? Ju kam thënë, po në them sërisht. Jo pa qëllim të letrat e aluminit. Pra, në momentin që shkëlqen... Direkt në furë po e vendosoj që të kemi mundësi ta... Duhet të mëshillet pjesa e nxehtë. Dhe në momentin që kjo është si e veshur, e ftohtë, bëshillen produktet e ftohta. Prandaj dhe është me 2 krah të tillë, jo sepse e ka prodhuar ndërmarrja vet, por ka para dhe mbrapa, si të thuash, për t'u dalluar, por edhe për këtë efektin që thamë. Atëherë